Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në javën e parë të fuqishme të tetorit. Java e 6-12 tetorit 2025 sjell energji të reja. Le të zbulojmë së bashku udhëzimet e vijeve për të pasur një javë sa më të suksesshme. Dashuria, romantizmi ndizet, sidomos rreth të mërkurës mund të merrni një surprizë të këndshme ose të kuptoni më qartë çfarë dëshironi nga partneri. Kjo javë hap një kapitull të ri emocional. Puna paraja, një javë plot energji për të shkuar përtej pengesave. Jeni në periudhë korrjeje. Ajo që keni mbjell po fillon të jap fryte. Shëndeti, java është energjike. Bëni një plan ditor të qartë dhe lëreni kohë për pushim. Dita me fat e mërkura 8 tetor. Numri me fat 9. Demi. Dashuria, kjo javë ju fton të reflektoni mbi prioritetet familjare. Shmangni diskutimet e panevojshme në familje. Partneri mund të ndihet i neglizhuar, kushtojini më shumë kohë ndjenjave. Puna e paraja, keni nevojë për energji të reja. Mos insistoni aty ku s'ka vizion. Yjet janë premtues në aspektin ekonomik, por kërkojnë që të mos humbni kohë. Yjet ju shtyn të rishikoni pozicionet e punës. Shëndeti, yjet ju këshillojnë të ngadalësoni ritmin. Keni nevojë të gjeni ekuilibrin dhe qetësinë. E mërkura dhe e enjtja janë ideale për të përkushtuar vetes. Dita me fat e enjtja 9 tetor. Numri me fat 6. Binjakt. Dashuria, një javë plot gjallëri. Është momenti i duhur për të çliruar dhe për të shijuar jetën. Çiftet do të jetojnë momente të ngrohta, ndërsa beqarët mund të kenë një takim të papritur në fundjavë. Kupidi është pranë. Puna e paraja. Merkuri ju dhuron mendje të kthjellët dhe të ndritur. Përfitoni nga kjo energji për të propozuar ide të reja. Në punë do të shkëlqeni. Projektet marrin hovë dhe një propozim i papritur mund të hap horizonte të reja. Shëndeti. Shëndeti është i mirë, por sistemi nervor ka nevojë për mbrojtje nga lodhja. Dita me fat e premtja 10 tetor. Numri me fat 5. Gaforia. Dashuria, kjo javë mund të jetë pak emotive. Mund të ndjeni distancë apo mungesë komunikimi. Fundjava premton përmirësim. Puna e paraja, kjo javë nuk nis me lehtësinë që dëshironi. Mund të hasni vonesa dhe pengesa, sikur gjithçka të lëviz shumë ngadalë. Mos u dorëzoni, sepse energjitë kthehen që në fundjavë. Shëndeti, shëndeti lidhet drejt për drejt me humorin. Mos u dorëzoni. Jepni hapësirë momenteve të introspeksionit dhe qetësisë. Dita me fat e diela 12 tetor. Numri me fat 2. Luani 23 korrik, 22 gusht. Dashuria është e nxehtë dhe pasionante. Nëse jeni single, përgatituni për një takim të fuqishëm. Çiftet gjejnë entuziazmin e humbur dhe pasioni rritet. Puna e paraja, shkëlqeni fort në vetbesimin tuaj. Mund të merrni një njohje të shumëpritur, ose të ndiheni lider me ide që tërheqin vëmendje dhe miratim. Nuk ka kufi për atë që mund të arrini këtë javë. Shëndeti është i mirë, por pushimi është i domosdoshëm. Përdoreni energjinë tuaj në mënyrë të matur. Këshill, kujdes me egon, suksesi është më i bukur kur ndahet. Mos u bëni tepër autoritar. Dita me fat e hëna 6 tetor. Numri me fat 1. Virgjëresha 23 gusht, 22 shtator. Dashuria, keni nevojë të ndaloni së kontrolluari çdo detaj. Lëreni hapësirë spontanitetit dhe romancës. Mund të ketë momente melankolie, por edhe ndriçime të brendshme rreth nevojave tuaja emocionale. Puna e paraja, në punë hasni vonesa dhe paqartësi që ju sjellin ankth. Kjo javë sjell mësime të rëndësishme. Të dalloni mes ëndrrës dhe realitetit në financa. Mos merrni vendime të shpejta. Shëndeti është delikat. Kujdesuni për gjumin dhe gjeni hapësira qetësie. Doga ose meditimi mund të ndihmojnë me ankthin. Këshill, ndaloni së kontrolluari gjithçka. Përqendrohuni në atë që mund të menaxhoni realisht. Dita me fat e shtuna 11 tetor. Numri me fat 3. Peshorja 23 shtator, 22 tetor. Dashuria, fati maksimal për ju. Guximi dhe dëshira për të dashur kthehen. Jeni të favorizuar për të konfirmuar një histori dashurie. Pasioni dhe sensualiteti do të jenë të larta. Fundjava është romantike. Puna e paraja, në punë, projektet marrin hovë dhe një propozim i papritur hap horizonte të reja. Fjala juaj bëhet e saktë dhe e goditur, duke ju bërë të bindni dhe të habisni. Financat janë premtuese. Shëndeti është i mirë. Kujdes vetëm të mos shpërndaheni në shumë drejtime, pasi rrezikoni të lodhni sistemin nervor. Këshill, shfrytëzoni këtë javë për të shkëlqyer, bindur dhe avancuar një projekt të rëndësishëm. Dita me fat e premtja 10 tetor. Numri me fat 7. Akrepi 23 tetor, 21 nëntor. Dashuria, një javë e mirë për dashurinë. Venusi ju ndihmon të përballoni sqarimet dhe konfrontimet. Zemra juaj është plot me dashuri. Beqarët hapen për njohje të reja. Puna e paraja, koha për të bërë llogarit, veçanërisht nëse keni diçka të re për të filluar. Aktivitetet krijuese rikuperohen. Kujdes, para se të investoni, duhet të mendoni me kujdes, pasi mund të ketë kundërshtim të mërkurit. Shëndeti, pushimi është i domosdoshëm.
Përdorni energjinë për të ndjekur qëllimet, por pa e tepruar. Këshill, mos I friksohuni konfrontimit me partnerin. Jeni në gjendje të flisni qartë dhe të sqaroni idetë tuaja. Dita me fat e hëna 6 tetor. Numri me fat 8. Shigjetari 22 nëntor 21 dhjetor. Dashuria, java ju dhuron energji dhe optimizëm. Jeni të zjarrt, të gatshëm për aventura dhe përvoja të reja. Çiftet gjen entuziazmin e humbur, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një dashuri të menjëhershme. Puna e paraja, vin konfirmime dhe mundësi për rritje, me një erë të favorshme që ju shtyn përpara. Guximi juaj e kthen një sfidë në fitore. Kërkoni rrugë të reja. Shëndeti, kujdes me shëndetin, flaka që ju nxit mund t'ju lodh shpejt. Duhet të pushoni më shumë dhe të dëgjoni trupin. Këshill, shfrytëzoni këtë erë të favorshme për të rritur ndikimin tuaj në punë. Mos u dekurajoni nga lodhja e momentit. Dita me fat, e diel 12 tetor. Numri me fat 4. Britsjapi 22 dhjetor 19 janar. Dashuria, mund të lindë një pasion I papritur që trondit sigurinë e mëparshme. Mund të ketë keqkuptime në një marrëdhënie ekzistuese, prandaj sqarimet janë thelbësore. Puna e paraja, jeni të palëkundur në punë dhe një sfidë mund të kthehet në fitore fal guximit tuaj. Distancohuni nga ata që vetëm sa ju humbasin kohën dhe fokusohuni te referencat e reja. Shëndeti, kujdes me shëndetin, pushoni më shumë dhe dëgjoni trupin. Flaka e pasionit në punë mund t'ju lodh shpejt. Këshill, bëni kujdes me paratë dhe mendoni mirë para se të investoni. Shmangni marrëdhëniet e detyruara. Dita me fat e martë 7 tetor. Numri me fat 10. Ujori 20 janar 18 shkurt. Dashuria, idetë tuaja sqarohen. Jeni në gjendje të flisni qartë nëse partneri juaj është I duhuri. Mundësitë për zgjerim të njohurive dhe takimeve të reja. Puna e paraja, situata profesionale është e vlefshme. Ngjarjet ekonomike mbështeten nga Mërkuri. Referenca të reja janë duke ardhur. Shëndeti, përdoreni kreativitetin tuaj për të gjetur mënyra të reja për t'u relaksuar. Shëndeti është I lidhur me qartësinë tuaj mendore. Këshill, tregohuni më të guximshëm në lidhje me dëshirat tuaja, mos keni frikë të bëni gabime. Dita me fat, e njëjtë 9 tetor. Numri me fat 11. Peshqit 19 shkurt 20 mars. Dashuria, mund të ndjeni distancë apo mungesë komunikimi. Është një periudhë përshtatjeje për dashuri të caktuara. Do të ketë momente melankolie. Puna e paraja, në punë mund të ketë vonesa dhe paqartësi. Kërkohet të merrni kohën tuaj për të bërë llogarit. Kujdes nga një ajër konfuzioni. Shëndeti lidhet me humorin. Jeni të ndjeshëm, gjeni hapësira qetësie. Kujdesuni për gjumin. Këshill, dalloni mes ëndrrës dhe realitetit. Mos u dorëzoni sepse energjit kthehen. Dita me fat e shtunë 11 tetor. Numri me fat 7. Ky ishte horoskopi juaj I detajuar për javën 6-12 tetor. Shpresoj që këto udhëzimet ju ndihmojnë të lundroni me sukses në detin e mundësive. Mos harroni, yjet sugjerojnë, por ne vendosim. Përdorni këshillat për të ndërmarrë veprime dhe për të shfrytëzuar ditët më me fat. Nëse ju pëlqeu kjo analizë, tregoni dashurinë tuaj duke na ndihmuar të rritemi. Abonohuni subscribe në kanal për të mos humbur asnjë parashikim javor apo mujor. Lini një pëlqim like për të mbështetur punën tonë. Shpërndajeni videon me miqtë dhe familjarët tuaj. Le të përhapim fatin dhe optimizmin këtë javë. Ju uroj një javë të mrekullueshme, plot sukses dhe buzëqeshje. Shihemi shpejt.